Përshëndetje, jam me Mikerianin këtu, do bori zyres, sepse Mikeriani ka marrë vizën e mori. Sapo e mori dhe erdhi nga ambasada italiane, ka aplikuar me dekretin e flukseve migratorë, është një ligj që i mundson të gjithëve që të punësohen në disa fusha, dhe Mikeriani do na tregoj çfarë lloj kontrate pune e more kësaj radhe. Mora kontratë subordinato Për Guzhinë. Për Guzhinë. Ta dini, ka studiuar 2 vjet të Neranzi për Guzhinë, pra është një shef Guzhine. Do ta shohim së shpejti me atë yllin Michelin. Si fitues do gatuaj në cilin qytet do shkosh? Në Rimini. Në Rimini, pra në Laosa të erdhi nga Rimini, së bashku bëm ato dokumentat për në ambasadë, morën vizën. Sa ditë mbajtën ambasada pasaportën brenda? Pas sa ditësh ta dhanë vizën? Mbajtën 7 ditë. Pas 7 ditësh morën vizën, dakor? Ishte vështirë ja si procedurë? Jo, as pak. Hera e sa ishte që aplikove për në Laosën? Kjo është hera 2. Hera e dytë dhe me herën e dytë jem me fat se ka persona që pas 6 herës edhe 8 herë, pas 8 vitësh kanë aplikuar dhe ju ka dalë në punë në Laos. Pra, pas 2 herësh është shumë mirë. Mirë, Mikerian do të pyes çfarë do të pyesja rroba. Është bërë si intervistë mos qeshni. Okej. Tani po, çfarë duhet kemi kujdes? Për 8 ditë sa po të mbërrish në Itali, fillon numërimi ditëve, ditë pune që ti të bësh kontratë di soggiorno me punëdhënësin tuaj në prefekturë të Suis, Portello Unico di Emigrazione, në mënyrë që mos të humbasësh këto afatet e skadencës janë problematike dhe brenda 48 orëve do bësh hospitalitar, mikpritja. Këto dy atje shi kujdesshëm, pastaj ndihmën e zyrave tona e ke në Itali për të plotësuar kitin që do ta marrësh në postë dhe do ta dorëzosh kuestur në mënyrë që të caktohet një datë për lënje shenjave të gishtave. Po, patjetër. Çfarë të na thuash ti të Angela duke folur unë? Do të them që kam provuar edhe me përpara një jetën procedurë dhe kam parë dhe kam njohur persona të tjerë që kanë bërë jetën procedurë edhe ka pasur raste që kanë dënuar shumë, jashtëzakonisht shumë, dhe ka pasur edhe raste që ju ka dalë pasi ka skaduar. Po. Do me thënë puna e lejes qëndrimit përmes di soggiornot. Afatet janë vërtet të zgjatura në Itali. Por që dhe njohjen dhe diturinë e duhur, si në rastin tënd, gjithçka besoj shkon në rregull. Për pjesën shqiptare, për pjesën italiane janë zyrat tona. Faleminderit Mikerian. Urime. Faleminderit.